Sot, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga kryetari i Kuvendit. Kjo seancë, edhe po të mos ishte skeme radhës për të mbuluar krizën në të cilën po e fusin në vendin qeveria në ikje, është e paleqshme dhe tërësisht në kundërshtim me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Ne nuk do të lejojmë që të shantazhohemi publikisht dhe nuk pranojmë mësime moralizuese nga askush. Ne I kemi bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje, që pas përfundimit të zgjedhjeve, që të punoj, që të krijoj institucionet, që të ndërtoj dialog politik, kanë refuzuar, kanë kërkuar në nështrim. Ju po I referoheni një marrëveshje po Kosova çdo ditë për shkak të krizës humb miliona euro dhe jo vetëm para. Ne kemi filluar të humbim seriozisht edhe kredibilitetin tonë si demokraci e re, jo vetëm për shkak të mungesës së institucioneve, por edhe për shkak të deklarimeve publike ekstremisht të pamatura të krerëve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Sa I përket votës për qeveri, PDK e ka bërë të qartë, nuk kemi votë për Kurtin 3, as për zotin Konjufca. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen sa më parë. E ftojmë presidentën Osmani që të mos zvarës afatet. Qytetarët kanë nevojë për institucione, qytetarët kanë nevojë për stabilitet, përgjegjësi edhe parashikueshmëri.